ju e keni fajsu direkt Akademinë e Shkencave të Serbisë edhe Miloševićin për ish luftën në Jugoslavi. Pse? Da, jer u svakom slučaju Srpska akademija... Gjithsesi, sepse Akademia e Shkencave të Serbisë e dha idenë e Serbisë së madhe. Pikrisht ajo akademi, pra Akademia Serbe, i ngriti bazën intelektuale Miloševićit që të hynte në agresion, që t'i fuste të gjithë serbët në një shtet, pra të rrëmbenin territoret huaja, territorin e Kroacisë, pjesë të territoreve të Bosnjë dhe Hercegovinës, e gjithë Malin e Zi, tër Kosovën. Pra, ky ishte një plan të cilin ai e ushtronte, por mbi themelet e planit të Akademisë së Shkencave të Serbisë. Kojeg je on ostvarivao, ali na temelju plana Srpske akademije nauka.